Rikthehemi shikues të nderuar për pjesën e dytë takimin ndërmjet Golden Eagle dhe Rovecit 0-29. Ja shohim se si ka rrjedhur rezultatin në dy qerek të parë, 22-16 për Yllin, edhe i dyti 31-16. Dhe përsia tashmë është 21 pikë e përsi për Golden Eagle. Të shohim se si do të rrjedhë kjo pjesë e dytë, por Roveci është në rrezik të humbë këndeshje me një rezultat të thellë, nëse nuk arrin të gjejnë ritmin e tyre. Ekipi i cili kujtojmë edhe një herë me mjaft oscilime të dy ekipet, por Roveci kanë poshtë bashkimin Golden Eagle Ylli, ishte shumë afër në ndeshje edhe me Prishtinën, por pati edhe humbje ndoshta edhe të papritura. Pulliman, gjuan për tren, nuk shënon. Është Hoffman. Qendra e Yllit që bën kërcimin e tyre të tij të 7. Bën ndikimin e vet edhe në sulm Hoffman. Me këtë ngulitje 12 pikë për të. Johnson, gjysmë distancë, i sakt. Për ekipin e Golden Eagle Yllit më efikasi në 20 minutat e para me 14 pikë është Allen, 12 ka Hoffman, ndërkohë që 9 ka Liz Shoshi. Në anën tjetër për në ekipën e Rovecit më efikase me 18 pikë është Isaiah Omiping. Është lojtari vetëm me kontribut 2 shifror. Zemorina nuk arrin të bën pikë. Pullman, Omiping, Rugova, Johnson. Mbrojtja e mirë. Super mirë mbrojtja nga Allen. Bamford me tabel, jo për asistimi për Trevor Hoffman. Johnson për 3. Shannon. 57-39. Morina për Hoffman. Hoffman i rrethuar me 2 lojtarë, nxjerr topin jashtë. Trevor Allen. Arrin të bën pasimin për Hoffman. Bambo. Allen për 3. Jo. Pullian nga këndi për 3 nuk shënohet gjuajtja nga Hadis Durguti. E topin në mbyllur nga Scott e lëshon atë për Trevor Allen. Rikthehet përsia për 20 pikësh. Omiping. Durguti, Gjuan shënon. Tentimi i dytë, dualiteti sakt. Në pikë të para për Hadis Durgutin. Në anën tjetër gjithashtu të Antward Scott. Durguti pagabushën pika tje 5. Pullian. Rugova për 3. Rugova shënon. Qatënik 45. Bamford. And 1. Nuk ndalet në atë pozit Brandon Hoffman. Është fall nga Johnson. Hoffman do të ketë edhe një gjujtje të lirë. 0-2 nga vija gjujtjeve të lira, një element që ndoshta i shkon, por shënon në këtë gjuajtje. Hoffman
17 pikë të shënuara është qendra e Yllit. Umiping, Dërguti, do të hyj vet me tabel, është prekur rjeta dhe pikët pranohen. Gjatë kota 47. Scott. Përgëzim Morinën, arrin të kontrollon topin, zje topin jashtë. Allen, topi i devijuar jo, por i rrëmbyer nga Fisnik Rugova. Dërguti për një tjetër treshe, nuk shënon. Rugova kap topin, por jo për ta kontrolluar. Allen ndërshkoi vetë deri në fund, nuk shënon. Ishte penguar nga Umiping. Foul. Antward Scott, personal e tij e dytë. Umiping. Pullian. Kapë topi. Me Dërguti. Rugova. Për 3. Shënon Fisnik Rugova. E ka time out nga Enryt Elshani. Qërek shumë i mirë nga ekipi Rahovecit në këtë pothuajse 5 minuta lojë. Në qerekun e tretë, afrojnë në rezultatin. Vetëm 14 e përsi për Golden Eagle Ylli. Foul nga Hoffman. Mbrojtja mirë nga Fisnik Rugova. Johnson vjen në ndihmë për ta shpëtuar posedimin e topit. Pullian. Johnson arrin të bën pranimin e topit. Johnson gjuan për 3. Johnson nuk shënon. Ka bëjtove nga Fis Rugova dhe Erion Kastrati bën foul. Mbrojtja e Golden Eagle Yllit jo në nivel në këtë qerek të tretë. Shkëtësimi i dytë në sulm nga vreshtarët. Umiping. Isaiah Umiping. Fisnik Rugova. Dërguti, Gjuan nuk shënon. Por kapet topi nga Pullian. Umiping për 3. Jo, Dërguti. Topi tretë i kapur në sulm nga Rahoveci. Johnson. Sa bukur aty, por nuk arrin të përfiton aksionin e tashme mundësia për Scott. Kastrati. Erion Kastrati për të stabilizuar radhët. Pika ti e 8. Plus 16. Pullian për Fisnik Rugovën.
Rugova me 8 pikë, 6 kërcime, një asistim. Bon gjallë këtë loj. Allen, për një alley-oop ju, por vje topin në duart e Hoffman dhe kemi pas se çka bën në atë situatë. Hoffman me 19 pikë, është lojtari më efikas tek Ylli. Umi Ping për 3, Umi Ping shënon. Isaiah Umi Ping, 21 pikë për të, tresh ati e 4. E thashme e përsi e vetëm 13. Hoffman largohet nga loja Lis Shoshi inkuadrohet në vend të tij. Shtyllë e lojës së sulmit për Yllin ishte Hoffman në këndeshje. Foul nga, apo jo, hapat nga Scott Bamford. Johnson për 3, Johnson shënon. 68-58, vetëm 10. Scott, foul nga Rugova. Trevor Allen, kastrati për Allen, Allen kundër Johnson, bloku nga Lis Shoshi, Allen gjyzi stancë, nuk shënon, Shoshi kap topin. Mundësia dytë për Yllit, i rrethuar me dy lojtar, pasimi i tij është i gabuar dhe ka topi, i takon Raovecit. Ja kanë vështirësuar vetes punën Golden Eagle Ylli në këtë qerek të tejmase, ndonë se për ne interesante, azi që dhe vazhdon loja e mirë e Raovecit, Pullion me pikë të reja, 19 ati, 68-60. Scott, Allen, diagonale, Rion Kastrati për 3, i shkurt, dhe topi i takon Yllit. Luftë. Vetë më huë se kjo nga Rion Kastrati, ndonë se nuk shënoj, por vazhdoj për të rikuperuar ato dhe duke që do të kemi një situatë ku gjyqtarët do dëshirojnë të shikojnë edhe një herë këtë moment të fundit. Gjyqtarët i mbesin besnik vendimit fillestar, topi takon do të mbetet në pronësi të Golden Eagle Yllit, 12 sekonda për këtë aksion. Lis Shoshi,
pik jashtë perimetrin nga Scott Bamford. Pullian, Shannon and one. Scott Bamford e kalon mbrojtjen e yllit me lehtësi. Shannon do të ketë edhe një gjujtje të lirë. 68-62 në këtë çerek të tretë. Rezultati është 30 me 15 pikë më shumë të shënuar nga Raovici. Në këto 8 minuta 15 sekonda lojë. Nuk shënon në gjujtjen e shtesë. Pullian mbetet në kuotën e 11 pikëve. Scott me tabel nuk shënon. Gutët pa nevojë. Pullian, lojtari i cili bëri fillimin e kthimit, si dhe Johnson me 3. Wow! 13 pikë nga Johnson. 68-65. Gjithçka kthehet pothuajse nga zero. E jashtëzakonshme. Kjo është arsye pse ky sport është ndër më të bukurin në botë. Ka minus 22, sa ishte përsia më e lartë e ekipit të Golden Eagle Yllit. Tashmë në vetëm 3 pikë përsi. Kjo padyshim e bën presionin mbi supet e lojtarëve të Yllit. Nuk ka tresh as kësaj radhe nga Bamford. Pullian. Mbrojtja super e mirë nga Gëzim Morina duke bërë atë blok. Bashic, Lovren Bashic. Bamford. Foul. Nga Dërguti. Personale ti e por. Bamford për Bashic. Lis Shoshi. Është e pjesë të vështirë. Shoshi shënon me duart e Rogovës. Është dëgjuar filikaça e njëri prej gjyqtarëve. Gjyqtarët kanë nevojë të rishikojnë edhe një herë këtë situatë më parshme. Bëhet fjalë për kohën e semaforit. Duhet korrigjuar grafika e sekondave të ndëruar, grafika jo për sekondat e semaforit, si dhe që të jetë sy hapur gjyqtarët në këtë rast. 34.2 është koha e mbetur e çerekut e tretë dhe 20 sekonda për ekipin e Raovecit. Kendall Pullian për Isaiah Omeping. Omeping blokohet nga Lis Shoshi, nuk e di se pse mendoj që mund të bëjë atë. Edhe Dërguti dalet me blok. Kjo është mbrojtja e Yllit, të cilën nuk e kanë aplikuar në këtë çerek të tretë.
Dhe është një time out që ka kërkuar Bujar Loci. 70-65. Një super loj. Duhet thënë super loj për faktin që Raveci është kthyer në loj. Sa për çerekun e parë dhe të dytë ishte dominuar totalisht nga Golden Eagle Ylli. Nuk pati kohë për të përfunduar aksionin. Mundësia re për Golden Eagle Ylli. E tërë koha e mbetur e këtij çereku të tretë i takon vendasve. Lovre Bashic. Bashic, 4 sekonda, Bashic me tabel, nuk shënon Puljen. Jo. 70-65 të ndëruar shikues pas 30 minutave loj. Edhe njerë, 33 me 17. Kjo është arsye pse ky takim do të jetë interesant edhe për çerekun e parë. Do të jenë me 2 minuta pushim dhe pamje të çerekut të tretë, ndërkohë që kthehemi pas pak. Bashic i kthehet në lojë Hoffman, i rëmbeje topi, Puljen, faul. Zimorina nuk lejon të zhvillohet aksioni deri në fund, me të drejtë. Zimorina e ka luksin, është personale ati e parë. Isaiah Umiping. Hoffman me 19 pikë, 7 kërcime. Umiping 21 pikë, këta dhe janë 2 lojtarë më efikas në këtë takim.
Rugova kundër Hoffman. Faul nga Hoffman. Rugova përsëri në duel me Hoffman. Rugova, lëvizje bukur e tij, po nuk shënon. Hoffman kap topin, i rëmbet nga Regja, por vetëm për ta dërguar jashtë lojës. Topi do të jetë në përci të Golden Eagle Yllin. Dhe kryetari Endrit Elshani kërkon qetësi në radhët e lojtarëve. Bashic. Bamford për 3, i sakt! Ma në fund, tresha e parë për Bamford nga 5 tentime. Por vjen në kohë shumë të dukur. Pullian nga këndi, Isaiah Umiping, nuk shënon. Topi gave nga Hall, Darius Hall, vazhdon të përdimin e tij, të shkeve deri në fund, i penguar, e ka faul. Pati 2-3 kontakte gjatë driblingut të tij. Po kjo e fundi konsiderohet si faul. Shoshi. Bashic. Bamford. Johnson i vëmendshëm në mbrojtje. Për paksa nuk e rëmben topin. Jalen Johnson e nuhati situatën, vendoset mirë, por nuk shpërblehet. Sa lëvizje e bukur ajo nga, por nuk arrit të shënon. Është Lis Shoshi i cili mban posedimin e topit. Bashic nxjerr topin nga këndi për 3, Zemorina nuk shënon dhe Fish Rugova ka topin që është hyrë drejt tek Kentel Pullian. Mundësia mirë nga Ylli, e cila nuk shfrytëzohet. Pullian, Johnson për 3, Johnson jo, Rugova kap topin, mundësia e tretë. Hap pat, apo jo në shkelur via nga Pullian. E fshojmë edhe një herë. Shtatë 3-65. Asgjë s'ka përfunduar këtu ende. Isaiah Umiping. Johnson për 3. Johnson shënon. 16 pikë për të treshë e 4 për Johnson. 73-68. Radha për Yllin. Lis Shoshi, lëvizje mirë, hyn në pjesën e lyer, shënon, jo! Johnson, gëzimi me faul, personale ati e dytë. Rugova, për Isaiah Umiping. Umiping, shfrytëzon blokun, topi devijuar, lojë me këmbë, nuk ka faul, asgjë tjetër pas Hall. Teknike për Bujar Locin, i cili është ankuar, kishte lojë me këmbë sipas tij në atë aksionin e mëparshëm të ekipit të tij. Shëron në gjuajnë në shtesë. Scott Bamford. 76-68.
7 minuta saksizhen në fund të këtij takimit. Omi Ping kundër Bamford. Pasimi ka buar nga Omi Ping. Bashic. Morina për Bamford. Gatrohet me top. Gzim Morina për 3. Jo. Danë se kapi dobi nga Hall. Asaj nuk ka ditë shënën. Presioni. Dridhen duart. Omi Ping. Johnson. Pisnik Rugova. Bardh Regja. Pika ti e tit. 76-71. Ku do të na dërgoj ky takim? Bamford, ju. Johnson. Për Omi Ping. Omi Ping për 3. Ju nuk shënon. Kapi topi nga. Do shojmë. Topi takon Golden Eagle Yllit. Dy ndrime në radhët e ekipit të Yllit. Endet Elshani kërkon të gjejë qetësinë e lojën e ekipit të tij, një gjë që në këtë çerek të tretë është më mirë se sa në çerekun e katërt, se sa në të tretin, por ka ende punë për të bërë. Janë e përsi, por jo të thellë siç e patëm për dy çerek të parë. Tjetër lojë me këmbë. Bamford. Gzim Morina. Scott bën që s'ka mirë për Gzimin dhe Gzimi nuk e lëshon mundësi. Bën pik Gzim Morina. Pika ti e 4. Diagonale Johnson i cili ka qenë në vdekjepruesa dhe vazhdon të jetë ashtu. Johnson me këtë treshe. 78-74. Wow. Morina. Allen. Për Scott. Bloku nga Gzimi. Zirë topi jashtë për Erion Kasoti. Gzim Morina. Tash ka punë me Rugovën. Morina nuk shënon. Omi Ping. Isaiah Omi Ping. Pisnik Rugova, topi devijuar. Mbrojtja mirë nga Trevor Allen. Pullian. Pra Isaiah Omi Ping gjuan për 3. Isaiah Omi Ping anulon pothuajse tërë punën e mirë që Ylli ka bërë për më shumë se 30 minuta dhe ja ku jemi. 78-77. Vetëm një pikë përsi për Golden Eagle Ylli. Time out kërkuar nga Endrit Elshani.
Tashmë edhe tifozët e Trambie qeshori vinë në ndihmë ekipit të tyre. A do të mjaftoj. Scott. Kastrati, shkondej në fund, nuk shënon, kapitovi nga Hoffman! Dhe shënon! Pelej 7-7. Edhe njëherë, super punë e mirë në sulm. Nga qendra e Yllit. Zero 3 nga vija gjujtë i vendira për Hoffman. Nuk shënon në këtë tentim. 0-4. Pullian. Topi devijuar nga Kastrati. Cantrell Pullian kundër Scott. Do shkëve deri në fund. Pasi mi kavuar dhe ja ku jemi tashmë mundësia dhe për Golden Eagle. Do gjujmë për 3. E shkurt mërsisht. Kastrati shpëton situatën. Apo jo, ka shkelur vjen. Aksion i ngutshëm ky nga Ylli. Nëse e njëjta gjë ndodhi edhe në aksionin më parshëm nga Pullian. Kritike këto momente. Cantrell Pullian. Rugova për 3. Jo. Allen. Qëtëson lojen. Konsumon sekundat. Allen. Ka kodha, 10 sekunda. Allen. Scott. Erion Kastrati për 3. Shënon. Jo me shumë pikë, por shumë të rëndësishme. Ndoshta më të rëndësishme të tija. Johnson në anën tjetër nuk arrin të bëjë të njëjtën. Rugova kap tupin, po i rëmbehet nga Edward Scott i vëmendshëm. E kemi time-out të kërkuar nga Ralleci. 4-3-7, 3 minuta 9 sekonda deri në fund. Askush nuk besoj që ka pritur që ky takim të jetë kaq interesant në finish. Pullian, Johnson, Scott Pranti, krijohet hapësira për Johnson, gjuan për 3, nuk shënon. Përsëri është Fisnik Rugova i cili kap topin në sulm, është kërcimi i tij 7. Johnson, jo. Pasimi Rugova me tap të vjedhur. Pullian, Johnson, as kësaj radhe, i topi përsëri nga dora, për kapi topi përsëri nga Ralleci. E çmendur kjo ndeshje, unë me ping për 3, nuk shënon. Bamford, shtin topi para për Scott, Aleo!
Trevor Allen bën pranimin e dove dhe lëshimin në kohë të duhur, nxjerr faull dhe ketë edhe një të lirë. Wow! Një ekstra gjyte lirë për Allen. Me 18 pikë është Allen këshëshënuesi i dytë më efikas. Nuk shënon, po bën edhe më mirë. Nuk shkon kjo. Pako për Raovecin. Rugova. Jo. Nuk ka treshe. Zgjedhin për një aksion të shpejt dhe me pikë maksimale. Këse rralla nuk funksionon për ekipin Musafir. E tashme gjithë ka në duart e ekipit të Golden Eagle Lulli. Më saksisht për Scott Bamford. E dërgon takimin në time-out. Me 77 dhe tashmë do t'jetë shumë vështirë të mos themi pa mundur, por Ylli arrin të gjenë forcën, energjin dhe ritmin e lojës në këtë finish të çerekut të katërt. Dy herë tentime për ta ngolitur ato për bllokohen nga Hoffman. Ai ishte kontributi i tij në mbrojtje që bëri dallimin në fund, plus edhe këto pikët e fundit të shënuara me këtë alley-oop dhe asistimin nga Scott Bamford. Vazhdojmë, 1 minutë e 55 sekonda deri në fund. Pullien, Rugova, dërguti nga 3, ka xhirnuar një herë, por nuk shënon kësaj radhe. Një 4 jashtë perimetrit për Hadis Durgutin. E kuptueshme tashme loja e Golden Eagle Lulli do të ngadalësohet, do të tentojnë të djegin sekondat. Bamford me gabim të panevojshëm, Pullien në anën tjetër ka mundësi, shkon vetë deri në fund, shënon. 87-79. Scott kundër Johnson, hyn dhe del. Nuk ka nevojë të ngutet. Scott për Hoffman. Pikë të leta. Bane përsim për 10 pikësh. Hoffman me 25 pikë që e bën atë lojtarin më efikas në ekipin e Golden Eagle Lullit.
Scott, Bamford, nga këndi për 3. Trevor Allen e mundos pikën mbi shkronjën nëse pati dyshime se kush do ta fitojë këtë takim. Rugova nuk shënon në gjunjën e parë. E i sak në të dytën. 14 kërcime Rugova, 4 në sulm, 10 në mbrojtje. Pika ti e 9, por nuk do të mjaftoj për fitoren e Ravecit e Golden Eagle Ylli. Nënë se futi vete në telashe në çerekun e 3 duke lejuar lojën e Ravecit ku musafirët pothuajse shkrim tërë e përsin që e patën gjatë 2 çerekëve arritën të mbanë, të komponuar në fund për ta bërë fitoren e tyre të 5 në këtë edicion nga 10 ndeshjet. Me qëtër gjuajtje, nuk ka shënim, këtë përfundon këtë takim të nderuar shikues. 9 me 8-10, 14 e përsia. Një fitore plotësisht e merituar e ekipit e Golden Eagle Yllit. Nënë se duhet pranuar edhe Raveci pati momentet e tyra sidomos në çerekun e 3. Të nderuar shikues, do të shkputemi nga ky transmetimi drejt për drejt, por shumë shpejt do të jemi edhe me intervistat e dy trajnerëve.